Dhe jo tash ti bien kështu nesër se u zgjat shumë. Po. Tani ma shpjegoj çik këtë, kjo pa filtra, jo goja e hapur është goja e hapur apo buzë të bukura? Është një gojë që flet, asnjë rast tjetër, është një gojë që artikulon ndërkohë dhe po flet pa filtra. Edhe po flet pa filtra në radar këtu. Personazhe. Ka shumë si ky tatuazh që kam këtu, po se nga që unë i mbaj duart kështu. Kanë kuptime tatuazhet tua. Ky po gjithë tatuazhet e mia kanë lidhen me mua. Kjo është që njëri, nuk e di a që njëri duhet ta thotë fjalën e tij, është nuk e di tash ja duket. Duhet ta thotë fjalën e tij edhe në pamundsi. Edhe në pamundsi. Edhe se kanë po flas kodë. Po flet për këtë me me gjomba. Pra ky njeriu këtu është i gjakosur, është me sytë e lidhur edhe me gjomba. Dhe prapa ai ose ajo, se kjo nuk ka gjini, pra është pa gjini si është thjesht imazhi fytyrës. Po e thot fjalën e tij. Pra në gjomba i gjakosur me sytë e lidhur. Pra edhe në pamundësi njeriu duhet ta thotë atë që ka. Edhe në këtë botë e egër duhet të thotë atë që mendon. Patjetër, burr.